Spa ju, besoj keni ndjekur atë që është publikuar 24 orët e fundit në Kosovë për një dokument i cilësuar top sekret, është marrë i pandehur Fatmir Sheholli, si i lidhur me në shërbimin serb, madje në disa prej mesazheve që ka shkëmbyer me një prej antarëve të shërbimit sekret serbis, Kosova do duket pas 20 vitesh si Kandahari. Duke u nisur nga kjo, pyetja ime është, sa ndikojnë dhe a janë të pranishme shërbimet e huaja si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri? Ka shumë informacione të klasifikuara që në Kosovë dhe Shqipëri, ashtu si dhe në shumë vende të tjera, shërbimet sekrete investojnë, financojnë në struktura të ndryshme, funksionarë ndryshme, politikanë, parti politike dhe në media. Ka ardhur momenti që Kosova dhe Shqipëria të arrestojnë çdo funksionar i cili është financuar nga shërbime anti-shqiptare. Kosova dhe Shqipëria duhet miratojnë një legjislacion të veçantë për të nxjerrë jashtë sistemit politik dhe jashtë sistemit shtetëror çdo funksionar publik i cili direkt apo indirekt mund të jetë financuar nga shërbimet anti-shqiptare, nga Beogradi, nga Athina, nga Moska, nga shumë vende të cilat kanë interesa apo pretendime territoriale në Kosovë dhe Shqipëri, apo që e cënojnë rendin kushtetues të Kosovës dhe Shqipërisë. Kosova dhe Shqipëria duhet që luftën ndaj spionazhit, ndaj financimeve të shërbimeve anti-shqiptare, mos se orientojnë 100% në media. Lufta kundër spionazhit ndërkombëtar, kundër spionazheve antikombëtare, nuk realizohen nëpër media, gazeta, televizion. Në asnjë rast nuk janë eficiente. Duhen organet e specializuara të orientojnë një sistem, të ngrihet një infrastrukturë që të gjithë këta element të jenë të padëmshëm. Ose të mos kenë fuqi të bëjnë dëm Kosovës dhe Shqipërisë. Që do të thotë, unë nuk mendoj që janë vetëm 2 gazetarë në Kosovë. Sikur të ishin vetëm 2 gazetarë në Kosovë, spion të Beogradit, atëherë ne duhet ishim shumë të lumtur. Çështja është që Beogradi nuk është mjaftuar thjesht me 2 gazetarë. Dëmi Kosovës apo Shqipërisë i vjen nga funksionar publik, i vjen nga politikan, i vjen nga qeveritar, i vjen nga deputet. Që mund të jenë pjesë e shërbimeve? Nërtil, por ne kemi publikuar dikur emra që politikan, deputet, ministra kanë ndryshuar komsinë shqiptare, kanë ndryshuar komsinë, e di çfarë do të thotë publikisht kanë deklaruar, kanë nënshkruar që s'janë shqiptar, janë grek. Kemi që kanë deklaruar s'janë shqiptar, janë bulgar, s'janë shqiptar, janë serb. Pra një politikan, funksionar, zyrtar, që ndryshon komsinë, që ndryshon identitetin e vet, që arrin deri në këto kufi, padyshim që është e dhënë e mjaftueshme, ai kur e bën për një pension 320 euro, po si nuk e bëga për të marrë miliona euro, domethënë. Për këtë arsye, ne duhet të tregojmë që jemi një kom shtetformues dhe të dy qeverit duhet ta marrin me seriozitet dhe mos përdorin politikisht raste sporadike para zgjedhore, absolutisht rasti Sheholli. Dihet publikisht që është një spion prej dekadash në Kosovë, po është dhe e çuditshme që këta e nxjerrin para zgjedhjeve. Pra zgjedhin para zgjedhjeve dhe tani pas kanë zbuluar këtë platformën e Beogradit në telefonin e gazetarit Sheholli. Sikur agjentura serbe të ishte kaq naive dhe kishin këtë spionazh kaq idiot dhe me këtë nivel kaq mediokër, ne do të ishim shumë e pat, sepse do kishim një kundërshtar shumë naiv dhe të dobët. Unë dyshoj shumë që Kosova të ketë vetëm problemin e 2 apo 3 gazetarëve, njëri Goran e tjetri gjysmë shqiptar, të cilët këta e kanë amplifikuar në këto momente. Për këto arsye mendoj që jemi tamam kohë që shërbimet informative të Shqipërisë dhe Kosovës, organet e specializuara, prokuroria,
Ministritë e Drejtësisë t'i paraprin me një legjislacion në të dy shtetet shqiptare ku prokuroritë përkatëse të kenë hapësirën ligjore në të ardhmen për të proceduar penalisht, po nga ana tjetër duhet edhe një status i caktuar politik. Çfarë do të thotë kjo? Po pse për 6 muaj burg për një çështje, le të themi Salianin, këta e kanë të ndëshkuar politikisht që s'mund të jetë pjesë eksponent politik për shkak të burgut që ka bërë për atë çështje. Po pse një spion tjetër që merr miliona euro nga shërbimet anti-shqiptare ti e lën sistem? Pra, duhet të jetë pjesë e ligjit të dekriminalizimit. Pra, unë habitem se si deri në këto momente Shqipëria dhe Kosova kanë qenë kaq naive me dosjet e spionëve shqiptar në funksion të shërbimeve të huaja. Spa ju të falenderoj shumë për këtë analizë. Ishte kënaqësi, faleminderit.